që pësën e klinë një kant të lojrave cila mundet me u shfrytzu prej fëmijëve? Jo, realisht kanë lojrave ne nuk kemi, ne dhomë të posaçme të konfidencialitetit nuk kemi. Realisht si objekt është ndërtuar në vitet e 70-ta, kuptohet janë bërë disa renovime pas luftën vitin 2003, nga viti 2006 unë jam punëtor në qendër punë sociale. Gjatë kësaj kohe, ai ka plotsu kushtet e nevojshme për punëtor social me kry dhe me zhvillu punën për cilën ata kanë përgjegjësi. Realisht sa i përket gjendjes infrastrukturore, ne kemi bërë përpjekje që të krijojmë kushtet të përshtatshme për punë. Janë bërë disa renovime, qoftë nga organizatat e ndryshme qeveritare, por edhe nga komuna dhe kemi tentuar që të krijojmë kushtet të përshtatshme për punë. Sa punëtor social janë gjithsej këto? Na kemi tash 5 punëtor social, realisht qendra punë sociale funksionon në 2 sektore, të asistencës sociale dhe të shërbimeve sociale. Në shërbime sociale janë 5 punëtor, ndërkaq në sektorin e asistencës janë gjithashtu 5 punëtor. Krejt këta punëtor, sa vetura zyrtare i kanë mundën me i përdor për detyrat e tyre? Në dispozicione kemi 2 vetura, do më thonë tash për tash kemi 2 vetura, një veturë e shfrytëzon në sektori i asistencës sociale, ndërkaq një tjetër e shfrytëzon në sektori i shërbimeve sociale. A janë të mjaftueshme 2 vetura për punën që e kryen qendra për punë sociale? Jo, nuk janë të mjaftueshme, po ne kemi bërë kërkesë Kuvendit Komunal për të na siguruar edhe një veturë shtesë për shkak të vëllimit të madh të punëve, sidomos në sektorin e asistencës, po ashtu edhe në shërbime sociale. Kështu që unë konsideroj se 3 vetura kishin qenë të mjaftueshme për të kryer gjitha shërbimet në institucion. Ç'ja dalin punëtorët nëse ka 2-3 raste në të njëjtën kohë që duhet t'u përgjigjen? Ne kemi një bashkëpunim të mirë me drejtorate të tjera brenda komunës, edhe kur kemi nevojë për vetura, ne i kontaktojmë drejtori të ndryshme dhe kuptohet pas një hezitim na sigurojnë veturën për dalur në teren. Du me kalu përmes qendrës për punë sociale me pa pak gjendjen edhe të zyrave. A mundesh me na tregu njërin prej zyrave ku punon një zyrtar i qendrës për punë sociale, i cilës do kategori që është? Realisht në këtë pjesën këtu janë zyret për zyrtar shërbime sociale. Çdo zyrtar ka zyrën e vet. Më thonë, kjo është një nga zyret, ku punon një zyrtar i shërbimeve sociale. Që kjo zyre drejto, nëse shohim në aspektin e pajisjeve, po edhe të rasteve ku marrin dokumente, dosje, a i plotson kushtet, a është e mjaftueshme me thonë me punu një zyrtar i QPS-s? Konsideroj se këtu i është normal që investime shtesë me pasë edhe në përzyre, po ndoshta është nuk është edhe në gjendje të keqe. Sigurisht që ne kemi bërë përpjekje që të sigurojmë edhe rafte shtesë për dokumente, po konsideroj se është e përshtatshme për frim të shërbimeve në kushte normale. Që kjo që po shohim na është dhoma e kontaktit, po që është një hapësirë jo... Hapësirë ngushtë. Realisht nuk kemi hapësirë të mjaftueshme brenda objektit për të krijuar kushte më të përshtatshme. Kryesisht në qendrat për punë sociale të tjera të cilat i kemi vizituar, kemi pa që dhoma e kontaktit, po se don edhe disa prej lojrave në të cilat fëmijët edhe prindrit munden me i shfrytëzu për aktivitete gjatë kohës sa ata e zhvillojnë edhe takimin mes tyre. Në këtë dhomë po e shoh që mungon, po nëse në këtë dhomë mungon, ka që pësë në klinë një kant të lojrave të cila mundet me u shfrytëzu prej fëmijëve? Jo, realisht kant lojrave ne nuk kemi brenda objektit. Kuptohet që është e nevojshme, po duke parasysh edhe hapësirën fizike, e kemi të pamundshme të krijojmë një vend të posaçëm për lojra. A keni bërë ndonjëherë kërkesë? Po, kërkesat ne kemi të vazhdueshme, po realisht ne, siç e dini ju, ne nuk kemi buxhet mjaftueshëm qendra punë sociale, edhe kanjëherë kërkesat hasin edhe vesh shurdhër, edhe kjo është çështje prioritetit, se nuk i japin gjithë prioritet shërbime sociale,
japin diçka tjetër, kështu që për çata jesin edhe kërkesat pa i shqyrtuara dhe pa realizuar. Një dhomë tjetër apo një zyre tjetër është edhe zyra e intervistimit apo zyra konfidencialitetit, siç njihet, kur në rastet të caktuara ku viktimat mundet me qenë një kategorie të caktuar, intervistohet në formë konfidenciale prej zyrtarëve të qendrës për punë sociale, apo se doni atë? Jo, ne dhomë të posaçme të konfidencialitetit nuk kemi. Ne tregova se i shfrytëzojmë zyret e zyrtarëve të shërbimeve sociale për të intervistuar edhe rastet e dhunës familje, edhe raste të tjera që vinë shërbime sociale, kuptohet, ne jemi të obliguar të ruajmë konfidencialitetin, sepse është detyrim ligjor, edhe zyrtarët e shërbimeve këto intervista realizojnë brenda zyrët veta, kuptohet pa pjesëmarrjen e të tjerëve për pos menaxherit raste, në raste të caktuara kur kërkohet edhe ndihma e zyrtarëve tjerë atëherë involvuar, siç janë psikologë e raste të tjera. Tjetër çështje që po më intereson me ditë e pash pjerinën e parë kur hyra në qendrën për punë sociale këtu, që është pra ekziston edhe personat që janë qoftë me aci të kufizuar, por edhe ata në moshë të shtyr arrin me hy. Objekti është një kat apo është dy kat? Objekti është realisht është një kat që shfrytëzohet për qendrën e punës sociale, siç e thë edhe ti, qasja për personat me nevojë të veçanta është rregulluar në objekt, po ne shfrytëzojmë vetëm këtë kat. A keni sigurim fizik apo sigurim digital që detekton kush hyn brenda dhe kush dal prej, edhe me çfarë pajisje apo mjete? Pajisjen e detektimit, siç e thotë edhe ju, kemi, po nuk e kemi vendosur hala, tash ka ardhur, domethënë edhe sigurimi fizik, domethënë janë kryer procedurat të nderimit që shqiprashe komuna, edhe pritet prej muajit tjetër me angazhua sigurimin fizik, sepse kjo ka qenë kërkesa edhe e Ministrisë së Drejtësisë.